Një ngjarje sensitive dhe për ne. Kemi njoftuar dje që disa prej studentëve kanë shkuar në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Gjendja e tyre është paraqitur në simptoma të lehta dhe jo shumë të rënduara, por gjithsesi ne kemi marrë gjithë masat në Akademinë e Sigurisë për t'u ardhur ndihmë gjithë studentëve që ndodheshin aty. Për sa i përket veprimeve që ne ndërmorëm dje, është bërë e mundur që të arrestojmë 2 prej personave përgjegjës që kanë kryer gjithë pjesën administrative të kompanisë dhe pjesën reale me përgatitjen e ushqimit, dhe gjatë këtij momenti është pallur edhe në kërkim administratorja e firmës. Në bashkëpunim me AKU-n është bërë ditën e djeshme bllokimi të gjithë lëndës që është përdorur në ushqimin që kanë konsumuar studentët. Vazhdon durmshmëria e gjithë produkteve që janë përdorur aty, por aktiviteti i subjektit tregtar nuk është ndërprer pasi ka dhe disa fusha të tjera ku vepron dhe nuk është ndërprer dhe ushqimi dhe furnizimi dhe gjatë ditës sotme të studentëve. Vazhdojnë gjithë veprimet hetimore në bashkëpunim me prokurorinë, me AKU-n për të kryer gjithë ekzaminimet e nevojshme dhe aktet e ekspertimit për të parë të gjithë dinamikën e ngjarjes se pse ka ndodhur dhe ka ardhur ky problem. Faleminderit. Deri më tani janë vënë përpara përgjegjësisë ligjore për një akuzë 4 punonjës të kompanisë, me të cilëve ashtu të quhet huat administratoria e kompanisë Orial e shpallur në kërkim. Çfarë janë konstatuar shkelje konkrete ndaj kësaj kompanie? Shkeljet konkrete do bëhen të ditura në përfundim të gjithë akteve dhe të gjithë procedurës hetimit si nga AKU-ja edhe nga procesi penal, kështu që për momentin ne kemi marrë vetëm njoftim që këta studentë janë elmuar dhe kjo ka ardhur për shkak të ushqimit, pasi është në masë dhe rezultatet e tjera do bëhen me dije më vonë. Merin Masi nga televizionit Tan. Edhe një lutem? Si do të procedohet me 3 vakte që do të marrin në ditë studentët e akademisë? Do të vazhdojmë sërish me fëmijët në kompani që kanë kontakt akademia, apo do i rishikoni mënyrën se si ata do furnizohen? Tani edhe sot ne kemi vazhduar sërish me të njëjtën kompani. Unë e bëra me dje që ditën e djeshme nga strukturat e AKU-s është bërë vetëm bllokimi i lëndëve apo sasisë ushqimore që është përdorur gjatë ditës së djeshme nga studentët dhe është bërë vetëm një pjesë e bllokimit të kësaj kompanie. Kompania vazhdon dhe furnizon edhe sot studentët me ushqim, si në mëngjes, edhe tani gjatë orarit drekës dhe do vazhdoj edhe gjatë darkës. Prandaj ngjelet e hetimit për të parë dhe për të bërë të mundur se si do operojmë në vazhdim me kontratat edhe me këtë kompani. Merin Masi nga televizionit Tan. Drejtor, ditë përpara protestës ka pasur ndërtime se çfarë do të ndodhë nëse do të ketë akte të tilla. Policia ka përdorur të njëjtën strategji si në kufimin e shkuar, ku veproi në shëndarjen e turmës apo nisën të lëndë teknike dhe mjekët të tjera në të linë të kryeministrisë, apo ka një plan tjetër për të menaxhuar turmën e qytetarëve që do të bashkohen të vinë thirrur nga Partia Demokratike. Faleminderit. Përsa i përket protestës që do zhvillohet nesër, Policia e Shtetit ka marrë gjithë masat që të organizohet dhe të marrë detyrimet e saj përsa i përket një proteste të qetë dhe paqësore. Kjo protestë do zhvillohet